2 persona u ekzekutuan me armë zjarri në qytetin e Vlorës, ndërsa një tjetër u plagos në zonën e ujit të ftohtë pranë shkollës së Marinës, në mjediset e një lokali. Viktimat janë 28 vjeçari Parit Veliaj dhe 21 vjeçaria Paula Bisha, të afër mes tyre, ndërsa i plagosur ka mbetur shtetasi Gerti Arapi. Sipas hetimit të policisë, rreth orës 13:20, shtetasi Ervis Lulushi së bashku me shokun e tij Enrik Merkaj kanë qenë duke lëvizur me autometin tip Lancia përgjatë rrugës në lagjen ujit ftohtë, ku kanë parë një person të njohur në lokalin Gran Gelato. Autori dyshuar ka zbritur nga automjeti dhe i është afruar lokalit ku ndodhej shtetësja Paula Bisha, e cila ka qenë në shoqërinë e së motrës, të bashkëshortëve Parit Veliaj e Lulieta Veliaj, vajzës së tyre 4 vjeçare dhe shtetasit Gerti Arapi. Ervis Lulushi ka kërkuar të marrë takime Paula Bishën, me të cilën kishte patur një lidhje dashurie rreth një vit më parë, lidhje që vajza e kishte ndërprerë. Pasi nuk është lejuar të takojë 21 vjeçaren nga personat me të cilët ishte kjo e fundit, Ervis Lulushi ka nxjerrë armën e zjarrit tip pistolet model 54 dhe ka qelluar fillimisht në drejtim të saj dhe më pas në drejtim të shtetasit Parit Veliaj dhe ka qelluar në kokë me qytën e armës shtetasin Gerti Arapi. Si pasojë të shtënave me armë zjarri, mbetën të vrarë Paula Bisha, vjeç 21, banuese në Vlorë, dhe Parit Veliaj, 28 vjeç, banues në Vlorë, dhe është dëmtuar lehtë shtetasi Gerti Arapi, 28 vjeç, banues në Osmëzez, Berat. Me njerë pas krimit, autori i dyshuar është larguar nga vendi ngjarjes dhe në nënkërcënimin e armës ka hyrë në autometin tip Volkswagen Golf AA 545 GS, i cili drejtohej nga shtetasi Daniel Mehmeti, banues në Vlorë, që ndodhej rastësisht në vend ngjarje. Lidhur me krimin, policia arrestoi në flagrancë shtetasin Ervis Lulushi, 27 vjeç, banues në Vlorë, akuzuar për veprën penale, vrasje në rrethana të cilësuara, prodhim dhe mbajtje pa leje të armëve luftarake dhe municionin dhe heqjen e paligjshme të lirisë, si dhe 26 vjeçarin Enrik Ylli Merkaj për mos kallëzim krimi.